Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Rama goditje tjetër Ballukut. Bela mos bëj gabimin e gjyshit. Profesor, mesazhi që zoti Rama i kalon zonjës Balluku është për t'i thënë mos bashkëpuno me SPAK? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni. Edhe sot e di që prisni, sidomos nga Amerika është 12 e ca, në për Evropë, po thuaj në gjithë globin, njerëzit prisën pa durim të rikëthehen në tokën e tyre, në tokën e të parëve. Gazetarja më bën pyetje për arsye sepse ka disa ditë që zjejnë televizorit për arrestime, sidomos për zonjën Balluku. Gazetarja më thotë që Edi Rama i paska thënë zonjës Balluku që mos bëj gabim si gjyshi jot, do me thënë si Bekir Balluku. Dashur shqiptar, i gjithë e dini që Bekir Balluku ka qenë ministri i mbrojtjes që në fillim dhe deri në vdekjen e tij. Por Rama harron, sepse xhaxhai i tij, dajua i tij të them më mirë, Spiro Koleka, ai ishte që firmosi për të vrarë Bekir Balluku. Dhe ai thot mos bëj, do me thënë mos më ngacmo mua, që unë ta bëj si ta bëri dajua tim. Gazetare, nuk është më ajo koha çfarë thot Rama. Sot të dashur shqiptar ka arritur fundi. Fundi për të arrestuar të gjithë ata që kanë dëmtuar kombin e Shqipërisë. Në atë pjesë merr dhe Edi Rama. Edi Rama vërtet quhet si kryeministri i Shqipërisë, por ai këto ditë është shtacuar në kulm se ai mendoi që do mirte avokat, o jurist si e quani ju, zonja Balluku, do mirte ata që ti kontrollon të Saliu bashkë me Edi Ramën, që ata janë të dy bashkë. Ajo u tregua shumë e zgjuar, mori avokat të motrën e saj. Sepse vetëm ajo i di gjërat, pavarësisht se gojat e liga, të quajtur gazetare analist që bërtasen e thrasin çdo ditë, që gjoja i din postin asgjë, që janë qepur në për televizorit e tyre në Klani, Top Channel, News 24, A2, të gjithë televizorët, televizori i italianit. Pra të dashur shqiptar, mos i dëgjoni që thonë këta, vetëm shikoni që do arrestojnë që të gjithë. Pra Edi Rama nuk e kërcënon dot, s'ka që bërë më. Ka marrë rrugën. Ka marrë rrugën për të arrestuar, sepse që të dy i kanë bërë dallaverit, që të dy i kanë marrë parat me Metrokup, edhe ajo Balluku, kur i shiti që mini me Metrokup, filloi të mirte me thes. Por e pa që hyri shumë pell duke vjedhur, duke mashtruar, shqiptar, filloi edhe ajo me Metrokup si ky. Dhe Edi Rama sot, thot, mbyllë gojën, që unë ta bëj si Bekir Balluku. Pra, dashur shqiptar, gazetarja nuk e di nga i ka marrë këto, por unë e shoh dhe vetë, dhe fjalën e Edi Ramës, e shoh në parlament, po fotot si Edi Rama. Dhe zonja Balluku nuk kanë qenë në parlament. Në atë parlament që ka qenë Peleshi, që dha i do arrestohet, i quajtur kryetari i kuvendit, po ashtu ishte veshur me të kuqe, i erdhi koha, do me thënë tamam bolshevike, ish kryetare e kuvendit, Spiro Pali, sot gjoja është ministre e jashtme. Regjia me foton tjetër të lutem. Të marrë me vete s'jam Erioni. Profesor, çfarë mund të na thoni rreth marrëdhënies Rama Balluku? Si është raporti tyre?
Shkrimi është të marrë me vete Siam Erioni. Po, Balluku nuk është Erioni. Sepse Erioni ishte kryetari i bashkisë. Kurse Balluku është zëvendës kryeministri. Ishte zëvendës kryeministri. I ka thënë të marrë me vete. Ajo e mori me vete. Të dashur shqiptar, sepse si që thashë, pa ditur Rama nuk bëhet asgjë në kryeministri. Nuk është puna të dashur shqiptar tuneli i Vlorës. Janë shumë tunele. Është tuneli i Bulqizës, të dashur shqiptar. Që vazhdoi kaq vjet. E shtynin, i shtonin para. Nuk është vetëm ajo. Është rruga e Elbasanit, dashur shqiptar, që kanë marrë ekstra para. Nuk është vetëm ajo. A e mbani mend që u bë një rrugë që paguajnë $2.50 prej Tiranës deri në Fushkruj, $2.50. Që është bërë një dallavere e madhe. Por nuk është as vetëm kjo. Janë gjithë rrugët e Shqipërisë. Janë nafta, të dashur shqiptar. Është miniera që i paguajnë punëtorët nga $35 në ditë e pa parë në histori, edhe slev ti jesh, prap ke për të paguar pak. Sa janë vrarë në për miniera? Çfarë po bëjnë? Prap demonstrat të vinë turqit, se këta i kanë sjellë, pa një para në xhep, por i ndajnë nga parat që i ka shteti, që i merr me dallaveret e tyre që bëjnë. Pra dosjet e këtyre dashur shqiptar nuk është një. Si që thash përpara, dosjet e këtyre të mbushur një skod, unë kam thënë një vagon, treni. Po shumë të rinj nuk e shohin, nuk e di çdo tot vagoni i trenit, se s'ka tren në tokën e Shqipërisë. E pa parë në histori. E në kohën e bolshevikëve ishte treni, e bën të burgosit, e bën të intranuar, e bëri rinia, studentët të Universitetit të Tiranës vinin punonin nga 2-3 muaj, u bëshin duart me kavlo, gjak, punonin me drita 24 orë. Ku është treni? Në asmime. Po, është treni. Po është treni për dallavere. Fillon treni që nga Fieri dhe deri në Vlorë. Të natën me naftën e myzeqarëve. Ku vete? Ku është Kina që i merr këto? Ç'pun ka Kina në tokën e Shqipërisë? Ç'pun ka spionazhi? Pra, të dashur shqiptar, dosja e këtyre nuk është vetëm për vjedhje. Dosja e këtyre është për vrasje. Dosja e këtyre është për anti-shqiptar, për tradhti kombëtare. Dosja e këtyre është që i kanë marrë pasurit shqiptarëve, që i kanë patur gjysh stërgjyshi, dhe ua kanë shitur të huajve, kanë bërë hotele, vila. Ky është qëllimi që them unë, do t'i keni ju. Pra, gazetare, ajo i ka thënë me vete, ka marrë me vete Edi Ramën, por ne nuk duam që të binte qeveria derisa ne të shkojmë, që kemi qeverin teknike, o unë me këtë rast, i them di gjithë policisë të Shqipërisë, sidomos të drejtorit atij djalit të ri, që e pash pardije duke prishur disa gjëra, dal bashk me të quajtur ministre mbrojtjes. Ka prishur dhe këtu afër zyrave tona disa gjëra që kanë bërë shqiptarët me gjak. Drejtor, fundi ka kohë që të ka erdhur. Edi Ramës, mos merr plirat baltën në shpatullat tënde. Liri polica dhe mos i nxirr se janë pa bukë. Polici merr $600. Nuk ka para të laj fytyrën. E plaçka, fytyrën, se s'ka dhe ujë.
edhe atë ujin që e ka me të blerë, edhe ajo është uri i lanës. Drejtor, veri gishtin kokës, si shtemin e shqiptarë, se përgjegjësi do të ngelet ty, sepse të gjithë do arrestohen. A e sheh se qa bëri Rama dje, edhe sot, do të angre rrogën, pensionistët, çfarë them unë, a i thon nga brapa. Rama është të njëjtën si para ca ditëve për Ahmet pas nanën. Të gjithë ata që i pat në ngushëllimin e nanës, të gjithë do shkojnë në burg. Të gjithë ata u kanë vjedhur ju, të gjithë ata u kanë shkatëruar ju të dashur shqiptar. Prandaj, zvenc kryeministrja do marri shumë dhe shumë të tjerë me vete për arsye se në zvenc kryeministrja punojnë 390 persona. Janë dënë atë. Rroga e atyre është $720. Unë po them për televizorit të Shpresa. A ishtë ky që i më rëndësi se është i rrugëve, i dritave, i energjisë, i autostratave, ku është Balluku. Ata 300 ca që juve punoni atje, nuk do ikni nga puna. Po ju që mini $700, do mini $3.500 në muaj. Kurse ata që janë me lartë, inxhinera, që janë më ashtu, do arrin deri më $4.000-5.000. Nuk do të përzejmë të dashur shqiptar. Po, do të largojmë 10% nga ata që rrinë edhe rrinë kot marrë rrogën. Jo gju, unë ka marrë të dhenat që ju punoni natë ditë, natë ministri. Unë i di dhe sa njerëz kini. E di dhe shefin që punon natë ditë. Nuk u heq njeriu. Në të kudrën u vete rroga të pakën 3-4 herë më tepër që të punoni për kombin. Nuk u largon njeri. Mos e kuptoni, do arrestohen, po, të gjithë ministrat, ish zëvendës ministrat, janë ministrat, ish president, është presidenti, ai Dollamengu që është aty. Ish kryeministrat, kryeministri, pra do vjen e zerua, po jo në ju që punoni në shtetë. Ju me zi e nxirni ditën, ju me zi e nxirni të pini një kafe, sepse rroga juaj është e ulët. Pra, mos dëshprojeni që e dini që TV Shpresa që e ka bërë qeverinë teknike nuk i heq nga puna, do heqë ata sekserët. Ju kini sekserë mbi kokë, unë e di. Të paktën 80-100 veta, janë sekserët tuaj, që marrë rrogë më tepër se ju, gjoja $750 që min euro, ta kthejmë më mirë turpi botës. Një ekonomiste, një inxhineri të marri €700. Dhe një rrugaq e pat në parlament si zirshin, tamam, edhe qenë të i marrësh nuk ziren, në atë mënyrë, e ruaj njëri tjetrin, po janë kafsh, janë pa shkollë, pa ide, pa iman, nuk e din rregullin e familjes. Pra, të gjithë ju që punoni në shtetë, nuk do largojnë. Po përsëri i them drejtorit, ndalo, mos prish, se të gjitha do binë mbi shpatullat tënde. Je djalë i ri, ke kohë për të punuar për kombin tënd, për Shqipërinë, pa marrësi se në çfarë po punon, sepse je i detyruar, ne e dim, po erdhi fundi, se ke frikë, se rrije si statu, pardije, kur dole me atë ministren, i ban një duar, sikur ajo ti ishte mbi kokë, ti ushtarak ke kaq kohë, ajo dije u bën ministre, ajo s'di të laj fytyrën, po quhet ministre
e brendshme, që nesër në atë ministri do të bëjmë vëtse për publikun me 4 dyert, sepse ka vrarë njerëz. Pra gazetare dalë në pyetje, ajo është shkurtër, ajo ka marrë e do marri me qindra drejtora, punojës që kanë punuar, kompanit që kanë bërë tunelet, që kanë gënjur, kanë mashtruar, kompanit që gjoja ka bërë tunelet, pa ata s'ka patru para, ata kanë vjedhur, pra janë shumë kompani që do arrestojnë, që kanë bërë rrugët e Shqipërisë. Dhe gjat lutem me foton tjetër. Aratiset Balluku kërkohet me urgjencë në kuvend. Profesor, ti mendon që zonja Balluku të ketë një mundësi për aratisje? Jetë aratisur? Të dashur shqiptar, çfarë nuk dëgjon në këtë Shqipëri? I vetmi vend në botë janë spiuna pa para, llafazan pa para, në për kafene, çfarë thonë në kafene, vjen e thonë dhe këtu në parlament. Zonja Balluku, unë kam thënë para se ajo të vinte në SPAK. I kam thënë, i ere në mosh, shko dorëzo vetë në SPAK, nuk e rrugë dalje ku do që t'jesh, këtu do vish, trego realitetin, trego si pëdeja, e pëseja, si mate parat me metrokup, e ti arrite po i mije me nga një qese, fillove po i mije me nga një torp të madhe, fillove e ti me nga një thes, po i shinje, fillove dhe ti të mbushje makinat, të thash, je intelektuale, merë avokat, atë që ti e ke afër shtëpis, e kështë fjallën për të motrën, se për motra nuk të regon realitetin. Ajo vetëm dëgjon, ajo di 10% të dashur shqiptar. Çdo ditë dosja shtohet edhe shtohet. Pra, pavarësisht se shton Balluku se nuk që e sot në parlament, edhe ajo ka fytyrë, si mund të vjen në parlament, sepse do t'i hidhshin si qenë, kurse ata që do t'i hidhshin si qenë, që në Berisha dhe ata këllyshët e Berishës që i mban si macet vërdall, ata do arrestojnë këto ditë në burg. Të gjithë do hynë në burg. Ata kanë vjedhur. Kostumi tyre kushton nga $4.000, ku i gjetën para. Pra, Balluku kudo që të vej, ajo ishte në Zvicër, ka para në Zvicër, ne i dim, por ato para do t'i ketë shqiptarë, ajo nuk besoj, e një qofse ik e më dëgjon, mos merr mend, sepse Edi Rama atë do, që të largohet, u vetëm ka që them, është më mirë, para se të arrestohesh këtë javë, shko vetë në burg, do t'jesh me sigurt, burgu i Pogradecit ka një erë të mirë, erën e liqenit. E ke për të bukur atë burgun, pra më mirë shko atje, jam i bindur se atje do t'jesh me sigurt. Avioni i shpresës. Profesor, zotnia është Krishnik Osmani. Nga informacionet që ka marrë nga zyra e shpresës së kombit, zotëria ka qenë bashkë me një koronel që ish ministër i brendshëm në zyrat e shpresës për takim me ju. Di që ka pritur, me radhë, por nuk e di që po ndodh me atë zotëni. Të dashur shqiptar, që flet për ju. Kudo që ndodhe, ka filluar llamatit e njerëzit. Se, si e thash, spionët në Shqipëri janë pa para. Po kohët e fundit e nuk din ç'a bëjnë. Këtë që shihni në foto ka llamatitur dije 27 minuta. Dhe ne i ka dhënë emrin Pavioni i shpresës. Ky person, i quajtur Krishnik Osmani, më ka ardhur mbi 6 herë në zyrët. Ka dalë fotografi me mua.
me shlutur. Dhe i kam thënë, zotni mund të jesh djali i mirë, por në shpresa demokrate vinë patriotët. Vinë ata që e duan Shqipërinë. Nuk vinë ata që shkojnë parti më parti. Rrugë më rrugë. Dhe e pyeta, çfarë parti ke? Më tha emrin e partisë. A herë me se, po më vjen me dëshirë. A mund të më sjellësh zëvendësin tënd, sekretari, sa veta? Po unë jam vetë, nuk i kam se kam frikë të vinë. Do me thënë, është i vetëm. Dashur shqiptar këtu, si që kam thënë unë, këta mbizat e kalit, sidomos ky Osmani, Krishnik Osmani, del në televizor dhe llamatet dhe po i them me kompetencë. Ne që ka vënë aty pavioni, pak më intereson, mi pavioni i shpresës, unë quhem Pëllumpelin që e di fare mirë. Unë jam Amerikan. Edhe përmendi që pse e mbaj flamur Amerikan afër meje. E mbore Osmani. U bërë edhe ti të llamatic, të zesh në gojë familjen Pilinç. Që ti edhe një mizë kali të kam respektuar që vinë të zorë. Ke ardhur 6 herë. Ke pritur një herë 5 orë në radhë që kështë njerëz. Dhe erdhe përsëri. Nuk po ja ze emrin kolonelit, po e di nëse ai do flasi, kam hesap edhe me atë. Erdhe edhe me kolonelin, ke ndenjur 4-5 orë. Përsëri, unë ishe i zënë me njerëz. Erdhe prap me kolonelin, po erdhi nga Kosova, u prita. U prita, u respektova. E respektova kolonelin, dhe në sytë kolonelit të thash, Zoti Osmani, ke një parti me një person, mos u bashko me këto partit tjera, ke dërmend të votosh, nuk t'jep njeri votën. Po ashtu, kishe dëshirë përsëri të dilte forafit, bashkë me koloneli dhe me mua. Unë kam një zakon, nuk më kam qef të dalë në fotografi me njerëz, jo pse janë të keqë, por nuk kam dëshirë. A here u detyrovë, më zunë ngushtë 2, po thash dalë në fotografi. Dalë në fotografi. Me fliste patriot. Po ashtu, disa i bën pyetje para ca jave, i thanë qa mendim ke për profesor Pilinçin, a i patrioti i Shqipërisë, kurse unë tani që nga pavioni, digjon, more Krishnik, Osmani, që nuk dua ta ngatroj me Krishnikun tjetër, ti e Krishnik Osmani. Po ti ai person, bashkë me kolonelin a dit, dhe ke thënë që avionet i rëzovi Kina. Avionet e Amerikës. Avionet e Amerikës nuk rëzon Kina. Kina është tamam si mize kalit, si dënju. Zebërtet e thret. Ti ishe i person që the, Amerika nuk ka vapor për të qarë akullin, kurse Kina ka qindra. Ti je i person që ke thënë shqiptarve, Shqipëria është më mirë të shkojë në lindje, atje ku të ka deshur zemra ty, aty ku të ka mësuar regjimi i Ramis Alis. Unë përsëri e di një kush ishe ti, po përsëri, unë dua një bashkim në Shqipëri, se spioni spionësh, i rrugës është. Të kam thënë, Krishnik, mos dil
zoti Osmani, jashtë teme, mos fol për ushtrinë, dhe mos më zerë mua në gojë, sepse ti more mjatë dhe nga mua për çështjen e luftës të tretë botërore. Ato fjalët e mia ti i thoshe në për televizor, në 360 gradë, dhe të bëra telefon, thash, të lutem, mos përmend fjalët që i bori dhe mua. Më falë më. Po ti nuk je një kategori. Ti je një copë mish me dy sy. Le atë, po ke thënë dhe mbrëmi që ti je në YouTube të Amerikës. Unë jam në Amerikë. Ashtu si ty, edhe Arjan Hasimi, që kishte televizor dhe makineri të mëdha nga parat e Berishës. Por s'ka asgjë. Amerika me njerë ja mori. Ja mbylli dhe atë radion, se la Batiste, jo për Piliqin, po fjallet më ordinere që s'ka as fjallori. Ti njëtin gjuk edhe ti. Ti njëtin gjuk edhe ti. Dhe thes, ma mbyll do YouTube-in. Unë po të dua jo më shumë se 2 minuta, jo YouTube i mbyll e ty, po ti duhet e të arrestosh. Që bëm propagandë kundra Amerikës. Unë dhe thashra dhe parë dhe them përsëri. Mua vjen keq për kolonelin që është ushtarak. Është një rjaft, ka qenë në Afganistan. I di të gjitha. Ka bërë dhe gabime kur ishte në Afganistan. Ura ushtarëve shqiptar me armë dërkem, gjohet t'i mësonte. I di të gjitha. Por është njëri me familje, është në Amerikë, vuan atje në Amerikë, sepse është mësuar e dinte që do ishte ushtarak kudo, Amerika edhe mbret jesh, po të vish në Amerikë do la shpjatat e Amerikës. Apo do pastrosh pallatet e Chicagos. Po mua nuk më vije keq për ty, mua vije keq për kolonelin që bashkëpunon me ty, që del në televizor, edhe ai bëri disa gabime. Që tha Amerika është në humbje. Amerika nuk është në humbje. U bëhet qefi atyre që kanë bërë shkollën e kadetave. Ashtu dhe Arjani shkollën e kadetave e kishte. Por, janë mësuar me lindjen. Tini të bindur. Ashtu i kam dhe kolonelit dhe po ja them në publik. Largohu nga ata ushtarakët e New Yorkut. Që e dua. Që kombi ka nevoj për njerëz të mirë. Kombi nevoj ka për ushtarak të mirë. Qëllimi ky është qëllimi tim. Që ata që kanë mbaruar shkollën të kthehen përsëri, nëse janë familje dhe njerëz patriot. Dhe më dëgjoj, u largua pe atyre të New York. Kurse ti, një mizë kali, dhe the dije që ai që më prekë mua, që më nëse unë jam filani, ti si e kurkushi. Ti si as kushi. E dole për zgjedhje. A e mban mend? Para ca kohë, kur Berisha u thritit, ti e përshan Berishën tani. Si i the? Njeriu që e do kombi. Ne mundet të kemi një foto me një grupin e Berishët. Çfarë ke thënë atje? Ti ej! Edhe u the atje që mua nuk më vin njerëz. A je ti këtu? Duke folur. Duke folur pra, je këtu, ja pra, ku je ti këtu si kapedan? E u the që jam kryetari i partisë, që është i kryetari i partisë. Edhe të pyetën, nuk vinë antarë, sekretarët e mi që kam se kanë frikë. Po jo, nuk kanë frikë. Ti je vetëm. Edhe vetëm do të ngelesh.
Po unë përsëri të këshilloj. Qepe, mos përmend me Amerikën dhe flamur Amerikan. Je mbuluar. Të dashur shqiptar tjetër çfarë thoshte? Kjo shpresa e kombit që kemi ne, që do jemi një qeveri shumë shpejt, sikur ne marrë kemi urdhër nga Edi Rama. Që pilin që ka ardhur këtu për të bërë pako të gjitha së bashku me këto mizat që shkojnë rrugës si puna e juate. Unë nuk desha të mirëshe me ty, nuk desha të përmend një emrin se ul një vete. Por thash një person. Nuk desha të përmend një Osmanlin. Nuk desha të përmend një Kreshnik Osmani, se ul autoritetin tim. Unë vërtet të kam pritur në zyrë. Unë pres me mira shqiptarë. Unë kam erdhur për të bashkuar shqiptarët, jo për të coptuar. Si që del ti, e lamatet, me lamatet YouTube, ashtu si slamatiste Ariani. Ashtu si shkruan Ariani me emra pseudonime. E pa që një javë. Kishte të rato makineri në Amerikë. 0. Kishte televizor. 0. Fliste çdo ditë. Paguante edhe njerëzit. Disa i paguante, disa suajipte edhe rrogën, që tash e kërkojnë nëse gjejnë t'i marrën parat që kanë punuar për atë. E lanë edhe një ditë, vetëm të njëjtën. Ja prenë. Pra ne kemi gësherët o Osmani, o Kreshnik Osmani. Unë për ty ndje ullje kur flasë, ndje ofendime. Si se ty janë me miliona njerëz që lamatisin, që i paguajnë, që ullën Amerikën dhe Kinën. Kina që së shkurkushi. Lindja akoma ti në lindje, e mësuar me lindje. Thuaj shqiptarëve ku e ke bërë shkollën, thuaj shqiptarëve në televizor, mund të ale me disa dite do të presim. Thuaj shqiptarëve, ku ke punuar të rjetën ti? Ku jem para ti që lamatet? Ti e pa punë, ti s'ke asnjë punë. Pra, të dashur shqiptar, unë po mirë me një njeri, ju e shihni e vetë këtu në foto, i kam lidh Berisha dhe bilem, ai mund të ketë një zë të paktën, nëse keni, nuk keni, po, që ishte edhe me zë, duke folur ky Osmani. Pra, të dashur shqiptar, unë e di që juve si dëgjoni me këto llamatitje. Pamarësisht për mua çfarë po thonë, është sëmur, është e lëmuar, shkon në për restoranta, shkon në për kafene, që unë nuk i di. Unë ka 50 vjetë, nuk di ku janë kafenet e restorantat. Unë jam ushtarak të dashur shqiptar. Unë kam një autoritet në familje dhe personi. Unë nuk desha të umis një kohë me këto lumë. Po që të thotë për partinë Shpresa Demokrate, që janë 13 milion likime, të thotë pavioni. Pavioni. Më thënë ne që kemi të sëmur. Dhe ne bim gabim që majtë kemi flamur. Ky flamuri, që nuk të vjen mirë se do flamur kënes, po ky flamur do valvojë në tokën e Shqipërisë bashku me këtë. Jo me ty.
Ti nuk do arrish dot ti je edhe pastrus. Që ke dalë televizor me televizor të kanë paguar dhe ke filluar tash i hedh vrerë me çdo televizor. Po ata e din se ti ke ardhur në Partia Shpresa Demokrate. Sot e marrë vesh gjithë televizor, sot e marrë vesh gjithë politikanët, sot e marrë vesh gjithë partit, që ti s'ke punë me ne. Nga puna jonë të kam përkrahur. Shikoj çfarë do të përfundosh po ditë. Nga ata njerëzit e delen dhe me dorë dhe vërtet. Unë jam ai që bëj namin po më zune njërë, emi në gojë. Pra të dashur shqiptar, ju do të dëgjoni shumë arrestime, unë humbi kohën me këtë fytyrë. Dikush mund të thotë, po mirë më Pilin që ti e ke pranuar në zyrë. Ma në zyrë me vjen lloj njerëz të dërguar, i di kush i dërgon, përse vinë, para se ty në zyrën time, ne i dim. I dim. Edhe disa vinë, kanë me imponim, rri 4 orë, 5 orë poshtë. Presëm, s'ka gjë. Edhe vinë. Unë i di. Po Pilin që çdo që e thot për publikun, ka marrë vesh të tërë. Pra, të dashur shqiptar, unë u bë thirrje të gjithëve, e janë sa më parë, le të punoni në shtet, daq Ministrin e Mbrojtjes, daq në polici, daq me çdo ministri që kanë bërë këta, inxhinier, doktor, e janë në zemra e kombit Shqipërisë. E janë për të zënë vendin e punës. Unë kam të dhënat, dashur shqiptar, që disa kanë dalë në pension, që janë inxhinier, janë doktor, janë filozof. E janë pra, bëni sakrificë edhe ju, si që bëj unë, të punoni për kombin e Shqipërisë. Rroga juaj do të jetë moderne, tamam si në Amerikë. Ekonomistët tonë që kemi më të mirë të Evropës, u ka thënë, orari mbi pakt do të jetë $7 për të rinjt, për pionerët e vegjël, që len nga gjimnazi, nga shkolla e 8, klasë e 8, që vend punoj 2 orë mas dite, se sa më shumë të rish rrugëve, është më keq. Në Amerikë të dashur shqiptar nuk she të rinj rrugëve, nuk she me telefon në dorë në për kafene. S'ka kafene. Kurse këtu të rinë me telefon në për kafene, se nuk ka punë, nuk i futën punë. I lejnë qëllimisht që të bëjnë rëmuj, i lejnë qëllimisht që të hynë një rrugë të gabuar. E janë pra, e janë, mos kini frikë se s'ka qeveri, këta janë të vdekur, të janë gjenaze. E janë pra, e janë për të zëmën, sa më shpejt të shkojmë në zyrat e reja, për ju, që sa më shpejt të bëjnë zgjedhje të reja mbas 1 muaj, 2 muaj, të bëjnë dire nga shqiptarë, dire nga qytetarë, këtë pjat i vendit, këtë lindur për atë vend, ta njoj vendin. Unë mbaj mend nga të vjetrit në kampin e Trënimit thoshin. Edhe baktin kur e blinin, nuk e blinin më tepër më larg se një fshat tjetër, se nuk njifte kullotën. Nuk njifte ushqimi që të hante. Pra ka ardhur koha dashur shqiptar, realiteti. Ne e kemi bërë qeverinë. E kemi bërë me kompetenca. Ne kemi ngritur 3 drejtori. Presë njerëz të regjistrojnë çdo ditë, polica, FBI-s, inteligjencë. Ne kemi arritur sa atje edhe në Evropë e kemi vendosur. Me ligj. Janë me mira në për Evropë që po vjen çdo ditë.
të regjistohen. Pra, të dashur shqiptar, unë e di që prisni vetëm për arrestime. Si që kam thënë, e sot janë arrestuar 4-5 veta, do arrestojnë që të gjithë. Ai parlament që patë sot, ai parlament që gjithë do hynë në burg, ai parlament do bet me atësit që dhe dali ajo here poshtër pe 100 vjetë. Ajo fryma që u ka vrarë, që u ka vjedhur, që u ka coptuar. Pra, të dashur shqiptar, ju prisni shumë njëra, fjala ime e fundit është për shqiptarët, e jani të bëjmë këtë program me hartën, me kufin natyror. Jemi ne që kemi në dorë dhe askush tjetër. Amerika është me ju, dashur shqiptar, të bëjmë një Shqipëri me kufi natyror në zemër të Evropës. Një Amerikë të vogël që do quhet Shqipëria, Albania. Ta bëjmë këtë, të ngrejmë flamurin, dashur shqiptar, me çdo vend, në çdo cep. Tu themi botës se ne jemi pasardhësit e Skënderbeut, Aleksandrit të Madh, të Teutës. Jemi ne, të patriotëve që janë vrarë me qindra dhe me mira dhe nuk u dihet ku është varri. Nuk u dihet ku është koskat e tyre, eshtrat e tyre, që rënkojnë, që dalën në skaj dhe thonë, ç'bëni ju nipat e stërnipat? Ç'bëni ju që s'bashkoheni të bëjmë Shqipërinë me kufit natyror? T'i lemi janë thashe themet, t'i lemi janë sherret, t'i lemi janë t'japëm dorën vëllajt, që s'ka bafër se vëllaj e botra, nuk ka në botë. Me tashu se nëna nuk ka. Të vinë niprat dhe stërnipat dhe bint e tyre që janë për te oqeanit, për te detit tonë. Ta shohin njëherë nënën, nëse e gjej gjallë. Nëse nuk është gjallë, ti vjen t'i shpjen një lule e ti thonë, nënë e dashur, s'kishë mundësi të vimi, se s'na ka lënë shqip folësit. Të bëjmë një dasë më të madhe, gëzim. T'i lemi janë, thashe themet, se të gjitha thashe theme sërbe, greke, franceze. T'i lemi janë. T'i lem radhën kush është intelektual të ngrihet. Ka ardhur koha sot, ju të dashur shqiptar, që janë vrarë prindi, gjyshit, stërgjyshit, ti thoni tjetrit, ik nga karrikja se ka mund. Se kjo karrikje që ke marrë ti, bjerë sërb, bjerë grek, bjerë francez, e plirave të plirave. E atyre shteteve të tre që i përmenda, shtete pedafil. A i shini që a konë të bëjnë në parlament, po jo sa t'jemu gjallë. Nuk do ketë në tokën e Shqipërisë, ka martohet mashkull me mashkull, e femrë me femrë, kur s'do bivaki. Ne nuk na mëson Evropa. Evropa do na dëgjojë ne tani. Pra edhe në brem që e nxora për çështjen e Amerikës, që ka thënë gjoja jo bashkim që s'është e vërtet, mua më kërkon falje, qande, se nuk është e vërtet, ka qenë qëllimi që Serbia nuk do marri asnjë pjesë, si që bënin planet me Evropë. Pra Shqipëria është e garantuar me kufit natyror, ka përfunduar çdo gjë të dashur shqiptar, vetëm u presiu të vini sa më parë. Natën e mirë, dhe miru pafshim nesër, dhe ngrini këto dy flamur, ata që se duan flamur amerikan, le ta marrën në varrin e tyre flamur
kines, flamur sërb e flamur grek. Po jo në tokën e Shqipërisë nuk dojnë ata flamur, vetëm këta dy. Natën e miru pafshin nesër të dashur shqiptarët e mi, që po vuani dhe nuk po pini një gotë ujë. Natën e mirë. Falenderoj profesor. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.